në periudhën që kërkohet që është i nevojshëm ujë i pishëm, ujë i burimeve të Trajgjasit, numri i popullsisë kalon në shifra shumë të larta sepse turizmi është goxha i zhvilluar në pjesën e Radhimës edhe në Trajgjas është në zhvillim. Këtu në Trajgjas janë rreth 600 shtëpi që janë të ndërtuara dhe në periudhën që kërkohet ujë, në periudhën 4 mujore që është edhe krize e ujit që bie në nivelet më të ulta, burimet e Trajgjasit që bien të paktën në atë që ka thënë kryeministri 700 litra në sekondë dhe në atë që thotë Aleksandr Frangaj 1800 litra në sekondë që mashtron. Burimet e ujit ne e dim shumë mirë si popull që janë pronë e shtetit. Edhe ne vetë jemi pronë e shtetit. Edhe gjithë territori është pronë e një shteti. Këtë s'mund na e thonë që do i marrëm sepse është pronë e shtetit. Ne si banor të fshatit Trajgjas këtu furnizojnë me ujë vetëm 40% e fshatit dhe ajo 30 deri në 50-60 minuta, deri në një orë, po ta zëm një orë. Pra, sot që flasim, për ta sqaruar, sot që flasim, jo gjithë fshati merr ujë, pishëm. Po si bën pjesa tjetër? Pjesa tjetër ka një, këtu ta dia i kryeministri që thotë kanë bërë ca puse i paskavajt informacioni sakt, janë hedhur rreth 3 milionë euro. Puse. 3 milionë euro për puse? Kjo është e llogaritshme shumë thjesht. Kjo është shumë e thjesht. Terreni këtu, ujë në radhë parë që ne nuk jemi inxhinjera dhe nuk marrëm vesh nga projektet sepse jemi popull, shkurt muhabet jemi popull. Këtu ky ujë nuk është se buron këtu. Ky ujë ka një origjinë që është e studiuar që në kohët italisë ka origjinë nga Vjosa dhe është me një rrjedhje që filtrimet që nuk është se buron nga poshtu dhe të gërmojnë ata siç e ka projekti, siç na ka thënë inxhinjeri që do gërmohet 15 metra, që ajo është katastrofë në rast parë që është faros gjithë të pasuri që shikoni vetëm me sy, është faros sepse një gërmim 15 metra, një rrethim që të marrësh permeso të sezornë të vesh në punën tënde, në shtëpinë tënde është tmerr, është një tmerr. Të rrethohet. Pra gjithë kjo zona do rrethohet, ë? Po, brenda projektit. Ne kemi bërë si plejsi fshati 2 takime me kryetarin e bashkisë. Kemi mirë kuptimin me atë që jemi ulur në tavolinë dhe presim një takim të tretë që do bëhet me AKUK-un, si janë ato agjenci kombëtare të ujësjelljes kanalizimeve. Normalisht edhe ne do sjellim me ekspert. Ata tentojnë që t'i bëjnë matjet në periudhën e dimrit që uji nuk i shërben asnjëit. Dhe tjetra është që ata kanë sjell kadastrën ujore të zonës tonë këtu. Duke ditur që ky burim furnizon Radhimën që është një nga fshatet më taksapagues ndoshta edhe në gjithë Shqipërinë. Radhima nuk ka asnjë litër në sekondë ujë. Zero. Nuk llogarisën tokën, që janë 1200 hektar tokë në Trajgjas dhe 400 hektar në Radhim, që është një linjë paralele që se ka pasnjëri ndonjëherë. Është një linjë paralele me lumin, këtë burimet që ikin poshtë, një linjë paralele kanali Jon Ufrës quhet, që ka vajtur deri te Kalaja në Vlorë. Që automatikisht në qoftë se vjet dorë do... Ai automatikisht, ai nuk është këtu, po të kaloj mandej krau, të çoj unë atje ta shikosh, ka 20 cm sot, që është kulmi i ujit i burimeve. Kulmi. Ky është kulmi. Ndërsa po në verë ç'a bëhet? Në verë, po të them unë, 4 muaj, kjo është e verifikueshme shumë e thjeshtë, mund të vish në gusht, shtator, tetor, mes nëntori, po të them këtë gjë që Pompa e Radhimës ka thithur vetëm zhavor. Dhe kur e ka vërtetuar përgjegjësi i ujësjellësit dhe drejtor, që është i kësaj zonës, po është përgjegjës, ata janë lëshuar si përbindshore, sepse ai nuk ndryshon, ai ka thënë të vërtetën. Është një burrë avokat. Ka thënë që pompa nuk ndese 20 minuta. Pastaj nuk më thot ai, unë kam te lagja ime aty, e shikoj për ditë, e shikoj 3 herë dita, 4 herë dita, kjo nuk është thatë komplet. Ngalën vetëm gurët. Vetëm gurët.